Vim në studio për zhvillimet të tjera, më është bashkuar në këtë momente kolegja ime Adelina Onuzi, si çdo mëngjes tjetër, për të na sjell lajme interesante. Mirë mëngjes Adelina, si je, si shkoi fundjava? Mirë se të gjejtë në sotme për të nisur javën bashkë, në të njëjtën kohë për të kujtuar fundjavën edhe gjithçka që mund të kemi kaluar, kur e dim fare mirë se si në këtë periudhë verore tashmë mundohemi të shfrytëzojmë secilin fundjavë dhe të kalojmë sa më mirë për të parapërgatitur kështu edhe për verën e gjatë. Ke nisur me plazhin? Me nga një orë po. Mjafton, një orë është e shëndetshme të qëndrosh, ju e dini oraret në të cilat nuk duhet të ekspozoheni në diell. Keni kujdes. Ose shumë kanë filluar të shkojmë, për shembull nëse shikon për autostradën, është që në orat e para të mëngjesit, po shikonim edhe nga ankesat që kanë njerëzit që pak dhirë kanë filluar të shkojnë, po të gjithë mendojnë të zënë këtë orarin e parë të ditës në mënyrë që të mos ketë trafik, ndërkohë duket se kanë qelluar të gjithë në një mendje dhe janë të gjithë atje. Pastaj kthimi për në Tiranë të nedjeshme kur po shikohet. Eksakt. Po megjithatë, ne fillojmë dhe mendojmë kështu pozitivisht, presim lajme sa më të mira nga do edhe duke qenë se ja vlem plazhi e justifikojmë edhe gjithë trafikun edhe gjithë atë pengesën që mund të kemi edhe në këtë rast. Nga do ta nisim Adelina sot? Në fakt nga një lajm që ka bërë diferencën edhe në këtë rast, sepse të bën përshtypje për atë mirëmbajtjen e mbetjeve që mund të themi. Kemi parë që her pas here flitet për mbetjet sa të dëmshme, sa të rrezikshme, sa i nevojshëm do ishte riciklimi i tyre dhe opsionet se si mund të rrjetësoheshin në fakt. Edhe në këtë rast përshtypje ka bërë fakti se në çfarë do ktheheshin. Mund kisha menduar shumë çka, mund kisha menduar objekte të ndryshme, mund kisha menduar orendi të ndryshme që mund të jenë të vendosura, por kur nuk mund të shkonte mendja që pikërisht mbeturinat të ktheheshin në paracetamol. Paracetamol? Paracetamol nga ai që pim kur edhëm koka. Konkretisht. E çuditshme sepse po, kemi parë më herët jemi një orë me ato tullat që ishin prodhuar nga mbetjet plastike për t'u kthyer pastaj në objekte ndërtimi, po paracetamol më bën çudi se si mund të kthehet një mbetje në këtë produkt që ne përdorim për t'u qetësuar praktikisht. Po tani si duket, nëse fillojmë të përdorim paracetamolin tani dhe mendojmë se çfarë mund të ketë qenë më përpara, është pak sa më ajo psikologjia jon, pavarësisht se ka kaluar të gjitha proceset. Në fakt do bëhet nëpërmjet bakterjeve të modifikuara gjenetikisht, ka qenë një rrugë shumë e gjatë për të gjithë shkencëtarët edhe ka bërë habin momentin që është realizuar, sepse tentativat kanë qenë të shumta që nga fillimi edhe pritej të ndodhte, megjithatë për shumë të tjerë kishin atë mosbesueshmërinë që nuk mund të kthehej një mbeturinë në një paracetamol, pra nuk diçka që në një farë forme të bën keq, nuk mund të kthehet edhe të ndihmojë në momentin kur ke nevojë për të dhe të shërojë. Megjithatë, këto kanë qenë përfundimet edhe rezultatet që kanë ndihmuar, përpos faktit që sigurisht të bën përshtypje dhe e dim fare mirë se të gjitha produktet farmaceutike janë të nevojshme për shkak të gjitha sëmundjeve apo problematikave që kemi. Megjithatë, ajo çfarë është më rëndësishme në këtë rast është që kanë mundësi që të largojnë këto mbetje, të ndryshojnë atë qasjen e tyre. Mua më bëri shumë përshtypje dhe me sa pash edhe komentuesve të tjerë ka bërë shumë përshtypje si lajme dhe i habi se si ka mundësi të ndodhë. Të tjerë thonin që nuk do pinë më paracetamol tashmë pasi panë këtë lajm sepse nuk mund të mendojnë që po konsumojnë mbeturinë, po ne kemi parë që për shumë sektorë të ndryshëm kanë filluar të riciklohen dhe të kthehen në forma të ndryshme, ndaj edhe në këtë rast ishte e pritshme për shkencëtarët, po e papritur për ne, po megjithatë është një lajm i jashtëzakonshëm, pse jo? E vërtetë, edhe mund të ndihmojë edhe në mbetjet në të njëjtën kohë edhe në industrinë farmaceutike që ka nevojë për gjithë kohës për zhvillime të shumta e të tjera. Pastaj kam përshtypjen që paktën këtu në Shqipëri do shohim njerëz që nuk do pinë më paracetamol, po se si e mira është të qëndroni larg barnave dhe medikamenteve për qetësimin e dhimbjeve të kokës, vetëm nëse është diçka e cila nuk mund të zgjidhet ndryshe. Po, në fakt të bën përshtypje se vërtet në për çdo lloj dhimbje koke, tentative kështu që mund të jetë marrëmendsh apo çfarë lloj problemi që kemi, mendojmë paracetamolin. Tani mira do ishte që ta reduktonin pak në mënyrë që momentin tjetër të kishte efekt. Ndërkohë që po më kujtohet në fakt me këtë lajmin e dytë që do t'japim për qytetarët edhe do ta diskutojmë edhe me njëra tjetrën, që përpara disa kohësh, se këto kohët e fundit janë bërë pak përtace, ç'është e drejta, nëse do të ndiqej e njëjta praktik edhe në Shqipëri lidhur me ecjen apo me vrapin, unë tani do isha bërë e pasur Adelina, sepse kam ecur shumë dikur, pra me hap, jo me vrap, sepse nuk e di si funksionon në këtë kompani kineze, por që ja, po ju japim një informacion. Bëhet fjalë për një kompani e cila e ka emrin Guangdong Gongpo Paper dhe ka prezantuar një sistem unik ku bonuset për punëtorët e saj jepen në varësi
të vrapit që bëjnë çdo muaj. Pra nëse shkojnë në punë duke vrapuar, jo me hap si unë, edhe pse është pak e frikshme dhe e çuditshme të shohësh një njeri duke vrapuar. Imagjino sa shumë do punën në një njeri që shkon me vrap. Po kjo është një mënyrë shumë e mirë për promovuar jetesën e shëndetshme, japin bonuse për ata që e bëjnë këtë, pra nëse ti nisesh nga shtëpia, patjetër i veshur me pajisjet e duhura, me atletet e duhura, se mos mendojmë që me veshjen e zakonshme të punës mund të shkosh duke vrapuar. Me taka, me xhaketë, kollare. Gjithmonë duke u pajisur me elementet e nevojshëm dhe duke vrapuar, mund të shkosh më tej të kërkosh bonusin tënd nga kompania. Megjithatë ka edhe kushte, janë vendosur disa kritere, se natyrisht janë parat dhe bindshëm kompania nuk do t'japi parat pa kriter, do duhet të përshkruani 100 kilometra, pra ata që janë në kinë, jo nese, nuk e di për këtë pjesë, do duhet përshkruani 100 kilometra dhe përmes kësaj sfide, përmbushjes së kësaj sfide, do mund që të marrin një bonus me vlerë 130% të pagës së tyre mujore. Ndërsa distancat më të shkurtra sjellin shpërblime të tjera. Ndërkohë që do të kemi padyshim edhe një tjetërsim dhe një pritje qoftë pozitive, qoftë skeptike në rrjetet sociale, sepse janë të dy kahet e medaljes, kështu që natyrshëm është e pritshme dhe ka nga ata që e kanë pritur mjaft pozitivisht, ka nga ata të tjerët që thonë dhe pretendojnë që mund të pësohen lëndime në arritjen e këtij objektivi. Çfarë justifikimesh mund të jenë në mëngjes për shembull, po bëja vrapin e ditës edhe u rrezova në ditë nuk mund të vinë në punë. Po që kjo prap është dhe meritën e punës me anë të vrap. Edhe kjo është një praktikë tjetër të cilën nuk duhet ta promovojnë natyrshëm, por janë në erdhi kështu pa e kuptuar dhe pa e pritur. Megjithatë është parë me shumë interes dhe ndoshta pse jo mund të ketë të politika të ngjashme që të praktikohen edhe në vende të tjera. Në mos gaboj, në Belgjik duhet ketë një sistem paga shumë të ngjashëm që ka të bëjë me shkuarje në punë përmes bicikletës, pra e kanë më të thjeshtë dhe në fund të përfundimit të pagës vjetore, kur ti merr edhe pushimet vjetore, ke edhe një shpërblim në mënyrë që të motivohesh akoma më tej për ta bërë edhe në vijimin e ardhshëm, në vitet e ardhshme, po të njëjtën praktikë të ngjashme dhe pse jo edhe për të bërë pushimet e Delina, se janë gjithmonë të mirë pritura. Absolutisht, dhe pse jo, të fillojnë të marrin shembuj edhe vendet e tjera për ta praktikuar dhe për ta bërë të gjithë të ndryshim që mund të ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë tek shëndeti i gjithë secilit edhe tek planeti në tërësi. Dhe me që jemi tek dëmtimet apo ajo çfarë ne i shkaktojmë planetin në vetvete, kemi parë fare mirë që me anë të gjithçkaje që kemi bërë, qoftë edhe nga efektet serë që kanë shkaktuar dhe kanë ndihmuar nga ajo përditshmëria jonë që pa e kuptuar ndodh dhe funksionon, kemi parë ndryshimet klimatike të shumta. Arrim ta shikojmë në fakt që herët që temperaturat janë shumë të larta, që nga periudha e majit edhe zgjasin deri në një pothuajse deri në tetor-nëntor. Kështu që në këtë kemi arritur të dallojmë edhe nga ana tjetër shikojmë për efektet e tjera që mund t'i kanosen të gjithëve në këtë rast. Bëhet fjalë për turbulencat në këtë rast, të shumt janë ata që her pas here mund të kenë frikë konkretisht nga turbulencat dhe nga udhëtimet që kanë nëpërmjet udhëtimit ajror në vetvete, por tashmë flitet që pikërisht për shkak të ndryshimeve klimatike do fillojnë të ketë më shumë turbulenca dhe rrezikshmëri nëse flasim edhe për ato problematikat e vogla, edhe pse e kemi parë që janë disi të rralla në momentin që raportohen problematika apo aksidente që ndodhin pikërisht në udhëtimin ajror dhe flitet për një siguri të jashtëzakonshme në fakt, paktën edhe nga eksperjenca që kanë pasur. Shumë e madhe se sa siguria e mjeteve toksore. Pikërisht, edhe pse për te i panikut edhe frikës që secili përjeton në një fluturim ajror, një gjë është pak për sigurt që janë shumë herë sisteme më të sofistikuara se sa ato të tokës. Kështu që nuk ka arsye për frikë kaq të madhe për te këtyre turbulencave që do të vinë dhe do të shtohen për shkak të pasojave dhe ndikimeve klimatike që kemi pasur. Pikërisht, por nëse flasim për numër konkret në këtë rast për aksidentet, bëhet fjalë për 1.13 për 1 milion fluturime. Pra, këtu tregohet edhe gjithë garancia dhe siguria që kanë, se siç po thoj, duke qenë se te përshtypjen se është diçka më e rrezikshme dhe do jetë në mes të askundit në sensin që nuk ndryshe nga toka për shembull, është paksa më e vështirë dhe ndaj janë shtuar të gjitha protokollet e sigurisë dhe gjithçka që duhet të kenë
kemi parasysh. Megjithatë, tashmë për shkak të gjitha ndryshimeve klimatike dhe asaj çfarë kanose dhe në këtë rast qoftë edhe lagështisë apo gjithçka tjetër që ndodh në momentin në atë autostradën ajrore, duket sikur do ketë problematika të tjera. Sërish mbetet thirrja për të qenë më të ndërgjegjshëm edhe më të përgjegjshëm në gjithçka që bëjmë në përditshmërinë tonë. Në këtë rast sepse e shikojmë në fund të ditës që pavarësisht se ne themi ja hodhëm kaloi dhe kjo ditë edhe pse unë bëra për shembull diçka jo të mirë që mund të jetë për mjedisin, shikojmë që dita ditës arrim ta kuptojmë që gjithçka kthehet pas edhe në të njëjtën kohë na shkakton problematika të tjera ne, por edhe atyre që do lëm pas. Kështu që le të jemi më të përgjegjshëm dhe të ndërgjegjshëm në gjithçka që bëjmë nga përditshmëria jonë, secili veprim i vogël ka një vlerë të madhe kur shikojmë që bëhen të gjithë bashkë edhe në këtë rast. E sidomos veprimet e vogla kanë vlerën më të madhe se gjithçka tjetër, se po ti bësh të gjitha së bashku bëhet një veprim i madh, shumë nga sa mund të bënte një njeri i vetëm. Mirë, kemi përfunduar edhe me Infoklabin.